e shikoni dhe ju në ekranin tuaj, do 1960 vota për të marrë mandatin e saj të parë, por gjithmonë nëse do ketë rritje Partia Socialiste. Duket e vështirë, megjithatë të shikojmë, por e vetmja parti që rrezikon të marrë një mandat dhe ja merr partive të mëdha është Nisma Shqipëria bëhet edhe në këtë qark, edhe në Berat, ashtu siç ka ndodhur edhe në qarqet e tjera. Romeo, më jep komentin tënd edhe për Beratin, mund të ketë ndryshime apo është e vështirë duke njohur që ka një tendencë majtës? Mund të ketë një shans PD për të marrë mandatin e tretë, duhet ta shohim. Pra ti shikon mundësi që të marrë mandat tretë PD-ja, por i duhen 4.000, i duhen 2.200 vota. Dakor, unë po them mund të ketë, ka një lloj probabilitet, më shumë ka probabilitet ta marrë PD-ja se sa Lapaj mendon me kalimin e kohës. Mirë. Dua të kaloj edhe te qarku i Korçës. Gjithmonë po ndalem te qarqet më të mëdha, do kaloj te qarqet e vogla, por shkurtimisht. Jemi në Korçë, 6-5 ka dalë në zgjedhjet e kaluara rezultati, ndërsa në zgjedhjet aktuale kemi 6-4 për Partinë Socialiste, pra jemi konstante Partia Socialiste, por e ka humbur një Partia Demokratike, ka humbur për shkak se e shtyqur Korçës ka ardhur në kryeqytet, pra e shtyqur nga Korça një mandat, pra jemi në të njëjtat vlera po ta krahasojmë, gjithmonë duke krahasuar dhe duke llogaritur që i shtyqur një mandat Korçës. Ndërkohë partitë e tjera, shikoni si kanë marrë votat, nuk është se ka një numër të konsiderueshëm, por dua të kaloj pak te projekcionet, pjesa më e rëndësishme. Partia Socialiste duket sikur e ka çimentuar mandatin e 6, duhet të humbasi gati 8.000 vota në Korçë që të humbasi mandatin e saj të 6, gjë që është e pamundur me kaq sa shikojmë, ndërsa për të marrë mandatin e saj të 7 duhen 3.563 vota, ka një mundësi sepse janë numëruar 243 qendra votimi nga 423 në total. Pra po gjithsesi janë parametra që mund të lëvizin me kalimin e kohës, ku hidhen më shumë të dhëna dhe ku numërojnë akoma dhe më shumë qendra votimi nga ZAZ-t. Pra janë diku dhe 200 qendra votimi të tjera për të numëruar, një shifër e konsiderueshme kjo. Partia Demokratike, si e tham, ka do të paktën 2.000 vota që të humbasin mandatin e saj të 4, ndërsa do 6.000 që të marrin mandatin e 5. Pra, me shumë gjasa, është shumë e vështirë që Partia Demokratike të rritet në 5 mandate, por ka një lloj sigurie në ruajtjen e mandatit të saj të 4. Megjithatë është një siguri relative, pasi mbetet për të parë si do të jenë edhe votimet dhe preferencat në ZAZ-të ndryshme të Korçës. Kalojmë pak te partitë e tjera. Pra këtu nuk rrezikojnë pothuajse fare partitë e mëdha, ndoshta është i vetmi qark deri tani që partitë e mëdha nuk rrezikojnë nga partitë e tjera. Nisma Shqipëria bëhet 2.800 vota për të rrezikuar për të marrë mandat nga Partia Demokratike, por është e vështirë, megjithatë mbetet për të parë. Gjithsesi, e vetmja parti që rivalizon partitë e mëdha për të marrë një mandat edhe këtu mbetet Nisma Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj Endri Shabani. Romeo, edhe këtu pak a shumë e njëjta panoramë. Pra rrezikon Partia Demokratike një mandat dhe gjithmonë mund t'ja marrë Nisma Shqipëria bëhet, por jo më shumë se kaq. Ka pas një shpresë dhe një projekcion që do të dilnin, domethënë në rastin më të keq për PD-n do të dilnin 5-5. Pra do kishte një përmbysje Korça, duke menduar që ka qenë më larg vëmendjes qeverisë për shumë arsye dhe për shumë problematika. Por jo, mendoj që kishte një lloj entuziazmi për Berishën dhe për PD-n, por nuk pasa qenë e vërtet, mbase nuk pritej, por u mor mandati i 6 për PS-n, pra diferenca u rrit. Dhe mendoj që këtu është prap fryma, që është frymë totale, që nuk e shohin më me dashamirësi, domethënë këtë lloj riciklimi të opozitës. Është thelb ky, njerëzit duan diçka të re, dhe prandaj janë drejtuar deri diku tek Shqipëria bëhet duke menduar diçka të re. Janë të lodhur me këtë pjesë të opozitës. Gjithsesi i duhen shumë vota për ta marrë një mandat, ëh. Edhe nuk ka qenë bindës për aq sa ka qenë se s'kan strukturë, një person nuk është një alternativë. Ne kemi thënë, jemi kritik në të mirë. Kaloj pak edhe në veri të vendit, do shkoj në Shkodër. Ta mbyllim me Shkodrën. Mbetet blu. Shkodra, megjithatë, dua të hyj një analizë të shifrave, jemi 4
për Partinë Socialiste, 5 PD-ja, në zgjedhjet e kaluara ka patur 3 PS-ja, 6 PD-ja, 2 PSD-ja dhe partitë e tjera nuk kanë marrë. Po shkojmë pak te projeksionet. Sa vota i duhen Partisë Socialiste për të marrë mandatin e saj të 5, i duhen 3.151 vota, ndërsa për ta humbur